Partia Socialiste e Shkodrës ka festuar rezultatin e arritur në qark, por edhe fituar në rang kombëtar që jep të drejtën qeverisë vetme për 4 vite të ardhshme. Pranishëm në këtë atmosferë festive për veçantarëve të kësaj force politike, kanë qenë edhe deputetët që do të përfaqësojnë Shkodrën në parlamentin e ardhshëm, por jo vetëm. Dua të falenderoj këtu të gjitha ata që mbështeten Partisë Socialiste, të filluar nga kryetarët e organizatave, të mbaruar te koordinatorët, ekipi i deputetëve, të gjithë me radhë. Falenderimet veçanta vijnë nga Malësia Male, Nevadej, Spuk, Velipoj, Dugaxhin, Rrethina, qyteti i Shkodrës, shumë falenderoj qytetit të Shkodrës, na dhënë vota shumë të mira për Partinë Socialiste. Ju falenderoj edhe një herë për mbështetjen që keni dhënë ndaj Partisë Socialiste. Do të mundona të jo është problem me punë. Kjo familje na dha 4 mandate sot dhe jam e sigurt që rrugtimi jon vazhdon për më shumë punë të 4 vite, për më shumë mandate mas 4 vitesh. Një familje e madhe si Partia Socialiste nuk e kisha njoft më parë. Ju duhet gjithëve. Edhe unë jam që në të ardhmen Partia Socialiste do ketë mundësi më të mëdha. Jam me deputetin Paulin që po të voton edhe herë ka mundësi që marrim 6 jo 5. Faleminderit gjithëve për shëndetje. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati gjatë fjalës së tij u shpreh se prezenca e tij në Shkodër dhe drejtimi i fushatës ishte një sfidë më vete, por që në fund e bën atë krenar me këtë rezultat të arritur. Në emër gjithë ekipit deputetëve, në emër të Partisë Socialiste, jam shumë mirënjohës për kontributin dhe për dersën e derdhën në këtë proces. Nga ana tjetër, Bushati nuk ka nguruar të thumbojë edhe kundërshtarët. Edhe ju që keni marrë shënim për një parti tjetër, dhe sot keni zgjedh këtë lloj organizimit, ju them mirë keni bërë që keni ardhur prapë këtu. Sa shumë herë më mirë se sa menca. Që ne do të bëjmë punë shumë herë më të mira për Shkodrën, siç ishte komunikimi ynë gjatë fushatës, me përullësi, me modesti dhe duke i shtri dorën e bashkëpunimit edhe kundërshtarëve tanë politikë këtu në Shkodër, dhe unë du me falenderu edhe numërusit, edhe vëzhgusit, edhe komisionerët e Partisë Demokratike, sepse ne bashkë me to arritëm e mbyll procesin në një kohë rekord në Shkodër, dhe bashkë me to arritëm për me organizu një fushat qetë dhe një fushat civilizume. Festa e Partisë Socialiste ka zgjatur për disa orë në qendër të qytetit të Shkodrës, pranë Selisë Roz, duke mbledhur rreth vetes ato që besuan tek Partia Socialiste dhe kryeministri Rama edhe për 4 vite të ardhshme.